Baba i ti, inshallah mbuhet bab në dynja, vjere. Edhe vjerën e kom pas super të mirë. Për besë nuk ma prish kur heq. Shumë, e ka zemrën e madhe buri jam shumë. Shumë e ka zemrën e madhe. Shumë ja di vlerën, shumë. Edhe më nona dhunë, jem besoj krahu i djati ti. Jam edhe une. Kalojmë shumë mirë, jemi të mirë kuptum, gjithë shka në shkon perfekt. Është gjithmonë dashuri. Sa vite jeton në Zvicër? 24. 24 vite në Zvicër. Jeni me familje atje? Po komplet, buren edhe 2 fëmijë. 2 fëmijë. A do thënë, a punon atje, çfarë merresh? Kemi punu për momentin nuk punojmë. Kemi pas një biznis tonin, po kemi mbyllë edhe tash kur gjë për momentin. Sa vite po të biznesin? 11 e gjys. 11 vite. Po. Sa keni pasur biznes? Restorant, grek. Po. Çfarë u bë që u mbyll? Nuk e di, mbas koronës ra puna shumë edhe kështu. Me pas një biznes nuk është lehtë atje, e di që ka gjash përkushtim i madh. Sa mund të më dalë? Pa i mirë, puna ka ecë mirë, sidomos fillimi, mandej korona ra pak edhe e pam që s'ka ma fitim, po mirë po mendojmë që me hapë dhe një tjetër, tash ma të vogël diçka. Prap me vazhdu. Take away, si thoni, fast food. Po, ashtu mendojmë njëherë për momentin. A duhet të pas shumë, të tyra për me hapë një biznes në Zvicër? Po normal, se të son pa pas nuk mundesh me bëu kurrë pa pasyra. Po, normal. Kështu. Urna. Do të thonë tash kira pushime, po? Po. Çu shpejt për pushime. Shumë mirë si në vendin tonë mo. Ai të knoq. Shumë, me motra, me familjar, me krejt, shumë jam të u knaq, shumë po ndina mirë. Edhe koha më ka marrë mirë po ditë të afërun, kështu që mendoj munis, edhe 2-3 ditë jam këtu maksimum. Mortivesh. Po normal, se i ka familjar tjerë, po edhe atje shko i gjej, fëmijë të buren. Jem vajza atje? Kur na? Atje dhe vajza vetëm të Po, djallë edhe vajzi kam. Po. Jo, hala se janë të martu, 3 janë hala, djallë 22 vjeçar, vajza 19, janë me shkollime, me kështu. Kosovës, dhe më thënë fëmijëve si vajzës edhe djallin, dhe më thënë. Këshillat janë qysh të vogël ato, gjithmonë. Mu lidh me këtu i kom marë, ta të regoj një rast shumë të shkurt, nëse banë. Ishim në Shqipëri, vajza ishte dikun 3 vjeç që mduke, djali 5 e gjys. Edhe, i din në përplash, durësit si kalojnë ata kolore me muzika, me kaseta për para, edhe djali ju nga i kem rapa. Edhe përshone për cili djalin që pungan mas kasetave me muzik me qiftelia. Kur shkoj aty, komplimentan a i thët, non, halal qoftët, se që ngeni non shumë e mirë, që e ke eduku, që i ke dhonë si kulture, fëmis tanë. Aty di ku marë komplimentin e parë, mandej shumë komplimente tjera, mirë po, normal, me martu fëmin, me shqiptar, me vendit tonë, po fundit, edhe nëse dashuria nuk një kufi, djeta ja. Ka nëse i dashuru fëmija e djallës të vajza me një tuaj, për ka si tjetër, atë kish pengu kjo? Gjdo nane e besoj kish pengu. Gjdo nane i pengon, po nuk ki qka bën. Se edhe me shka trupin e dashurie, edhe ajo nuk është normal. Besojone. Nuk e di. Si jam provu ala, nuk e di për rasët që i ndëgjaj, u martu me ate, nuk o më pëlqen, po s'kem qka me bu. Se të me blikët e shqiptarë, nëse marto me të huj, dikan, ka gjash shumë ka më kritiku. Është e vërtet, normal. Jemi qaj popullat gjithmonë. Po edhe nuk javlen, pse ka shqiptar, ka djem të mirë shumë, vajzat mira, krejti kemi, pse jo, jem një popull human, dasha mirës, mik prec. Këve bashkërin që shë njëftu? Jam njoftu me vakt, shumë është interesant, po e kësha majt privat. Shkur person, a këllëm pura mona lën me rock, shto? Lëjmë si të një, ashtu, mirë po në që dojnë shikimin e parë me nërimi dashuru. Po, thue, se në shikimin e parë, në takimin e parë, me nërimi dashuru. Edhe nuk asë gjatë shumë, mas 3 mujve kemi bu fejesën. Që të këpojnë rast si shikim të parë mund është më dashuru? Po, ndodhe ajo, unë e besojt ajo, është e vërtet. A mundet si pas teje një person më dashuru? Dhe më thënë një kësisht me 2 njerës. Nuk e di, nuk e besoj.
Nuk e besoj. Është nështë ajo simpatia, ajo diçka tjetër, ama dashuri. Cili televizion jeni ju lutem? Faqja më e madhe historisë jetës, sa keni dëgjuar. Më vjen keq po jo. Është faqe shumë e madhe. Pas intervistës do të tregojmë ku me gjetë këto. Okej. Në një moment interesant që kemi bashortin tonë, që ki kalu gjatë kësaj kohe. Këtë janë interesant për mu, këtë janë momente të mira, kalojmë shumë mirë, jemi të mirë kuptuar, gjithçka na shkon perfekt. Mashallah, mos i marr vetës mësysh. Gjithçka jemi të kënaqur, me gjithçka jemi të kënaqur, punojmë, kemi marrëveshje, kemi mirëkuptime, gjithaj kemi bashkë. Do të ta prish ka s'pja prish. Jo, për besë nuk ma prish kurreq. Shumë, ka zemrën e madhe buri jam shumë. Shumë e ka zemrën e madhe. E komplimentoj nëpërmes kësaj interviste. Shumë e ka zemrën e madhe. Është ba mirë, nëse jenë gjendje, po mënej, nëse duhet, ajo është gjendje me ta jepë dhe zemrën, me ta qinë tavolinë. Besëm. Unë jam pak më ndryshe, po ajo është kështu. Valla lumja une. Lumja une miliarda herë, lumja une. Se vërtet është njëri me zemër të madhe. Sa pja ditë vlerën që ka si burit person veçantë. Shumë ja di vlerën, shumë edhe munona dhe unë, jem besoj krahu i djati ti, jam edhe une. Po, si në biznes, si në gjithçka, mundohem me qenë, s'paku. Sa ke pash mbështetje në jetën tonë, çdo moment që ke bërë diçka. Tepër, mbështetje të madhe, tepër prit anës sina. Mirë kuptoj me gjitha. Thash, no comment. S'ka koment për këtë punë eq. Shumë fat kom pas, nështë atu bazu se jom ku fëmija i parë në familje, edhe jom ku nështë edhe kraj djati babës tem, edhe kom pas urim, tash nuk jetojmë prente me, ka nana 6 vite që më ka vdek, baba 19, falemderit, edhe jom ku mbështetja aty në shumë e madhe, jemi kon shumë fëmi, jemi në realitet, 6 motra 2 vllazër, një më e madhe, edhe kështu që urimet i kom pas një mas një prej tëne. Një mas një urime gjithmonë. Dhe si nana tona u hangsh me luk dukatit, u bia jem, u djali jem, u kështu. Edhe baba dhe nona të më gavrua dhe besej ja suksesi. Ma në fond. Kush uron ma shumë ka kushte se prind? Si? Kush uron ma mirë se prind? Po, ja, nuk ka. Dashuria vërtet, dihet, nona ndaj fëmisë dhe baba ndaj fëmisë. Aja është dashuria vërtet. Në fund, intervjiste me përfëndu, me një mesazh, shumë, do të që kam i shërby dhe njerëzve, bashortin fala, atë në bashortin. Jo, vetëm kam ardhë. Jo, vetëm, që jem të shku me nxjerr biletën, me pagu. A mona mja bërë surprizë bashortit, me thim telefon? Nuk muj. Nuk muj se është në punë, në këtë kohë është në punë deri në ora 2. Se me gjithë qef. Me gjithë qef. Po, nuk muj se është në punë. Okej. Po. Pa to, qësh me ka lëkuar që se kësiri bashkë tash këtë kohë? Po që, tash po dal me kunatën, me motrën e ti mu taku, me pi kafe, edhe isha edhe të vlau atje në Podujevë ku jetan, edhe që kështu. Ka dhe kja dhe prind? Ja du shumë. Baba i ti, inshallah mbuhet babë në dynja, vjere. Edhe vjere në kom pas super të mirë. Gjithçka më ka shku perfekt, po thëmë, për mashallah, gjithçka u shku perfekt. Kom pas një fat madhë. Falë punit mu se ta si prind të amë. A është të vërtet kësë mundet me ta është si prind? Qëre, dashnia nuk krahasot non vjeher ose bab, unë e mendoj, nuk krahasot. Po ai respekti madh, ajo simpatia, ai shpërblimi që ata bujnë për ty, ajo tani kthehet me çat far dashurie të madhe, edhe thuja se të bëhet njëjtë sikur prind. Edhe unë që ato e kom provu prej tëne. Dashurinë e madhe ata për mu një koncept që ja u kom shpërbly. A që nëse një prind, të më thënë, nuk ja do një familje të burit, se do në dhe atë bur. Se sa respekton. Normal. Të në fund mesazh, të në fund gjitha krave. Këto shje. Mas pari shëndet, gjitha nonave, gjitha femrave e njerëzimin, përgjithësi. Mesazhi im është gjithmonë dashuri. Kur gjë tjetër, veç dashuri, mes veti. Kjo është mesazhi jam. Ka mesazhe të bukur, ka bisede të këndshme. Faleminderit. Ma të mirat në jetë. Gjithashtu. Kënaqësi që takom. Respekt për juve, punë të mbarë, suksesën VM. Jetë përshëndes. Gjithë mirat. Shumë faleminderit. Po shimet të këndshme. Faleminderit juve. Shumë faleminderit.